nuk është nga ato deklarata thjesht me synime politike. Nëra kërcënime të natyrës konvencionale, lufta me Rusinë dhe Ukrainën padyshim që ka krijuar një dallë kërcënimesh në mbar kontinentin. Kemi rënë dakord që të thellojmë bashkëpunimin jo për synime agresive ndaj të tretëve në rajon, por më shumë për të stabilizuar një bashkëpunim midis forcave tona të armatosura. Kjo marrëveshje vjen si rezultat i një aleance krejt të natyrshme në fakt midis dy shteteve shqiptare në rajon dhe aleatëve tanë kroat. Kjo vjen për disa arsye, qoftë historike, por qoftë edhe të perspektivës të cilën ndajmë, qoftë për kërcënimet e njëjta që i kanosen rajonit dhe për cilat kemi një vlerësim të njëmend, qoftë për sa i përket sfidave që të treja vendet tona kanë nga këndvështrimi i rritjes kapaciteteve në mbrojtje, ringritjes së industrisë ushtarake. Kroacia në fakt ka një rol të posaçëm në sigurinë e rajonit, ka qenë një mbështetëse e kahershme e integrimeve euroatlantike të Kosovës nga njëra anë, sikundër dhe një aleate shumë e fuqishme për integrimin sa më të shpejt të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Dhe në fakt të tre ministrat kemi rënë dakord që të thellojmë bashkëpunimin jo për synime agresive ndaj të tretëve në rajon, por më shumë për të stabilizuar një bashkëpunim midis forcave tona të armatosura edhe industrive ushtarake në mënyrë që të jemi sa më të qëndrueshëm, sa më të përgatitur dhe të japim padyshim edhe një mesazh bashkimi kur vjen puna ke rreziqet siç e thash që i kanosen rajonit. Deklarata përmban disa fusha bashkëpunimi shumë konkrete, nuk është nga ato deklarata thjesht me synime politike, por evidenton nevojën që nga pikpamja e rritjes së kapaciteteve në mbrojtje, prokurimeve të përbashkëta, në armatim dhe në pajisje, bashkëpunimit për inovacion dhe teknologji kur vjen puna ke fusha e zbatimit në forcat armatosura. Industria ushtarake janë disa prej shtyllave në fakt që do organizojnë bashkëpunimin e tre palësh në muajt dhe në vitet në vijim. Ministër, sa kemi kërcënim në rajon kohëve të fundit, sidomos pas ndryshimeve gjeopolitike, sidomos kur e kemi edhe luftën midis Ukrainës dhe Rusisë? Ka nga njëra anë kërcënime të natyrës konvencionale, në lindje të Europës, lufta me Rusinë dhe Ukrainën, padyshim që ka krijuar një dallë kërcënimesh në mbar kontinentin. Nga ana tjetër kemi dhe kërcënime të natyrës hibride, qoftë natyrës kibernetike, të natyrës që synojnë të destabilizojnë qoftë qëndrueshmërinë, institucionet e vendeve tona dhe nga kjo pikpamje ne si vende qoftë aleate në NATO, qoftë që kanë perspektivë për të antarësuar në NATO, dhe këtu ishte e rëndësishme gjithashtu që të kishim në mbështetjen e fortë të Kroacisë për antarësimin e Kosovës në NATO, dhe si vende që kontribojnë dhe në KFOR në mënyrë të konsiderueshme, Kroacia dhe Shqipëria, na duhet që të bëjmë ballë në mënyrë të unifikuar këtyre kërcënime, qoftë për të ripërsëritur vlerat tona, këndvështrimin ton si vende perëndimore dhe nevojën që NATO të ketë sa më shumë vëmendje në rajon, jo vetëm nga këndvështrimi i KFOR-it, por edhe nga këndvështrimi i prezencës efektive në gjithë hapësirën e Europës Juglindore dhe zonës adriatiko-joniane, sepse Shqipëria dhe Kroacia ndajnë aty bashkë me Italinë disa përgjegjësi të reja të kërkuara brenda edhe parametrave të NATO-s. Cilat i kemi marrëdhëniet bilaterale midis Shqipërisë dhe Kosovës, sidomos te dy ministrit? Ç'është e vërteta në rrafshin e bashkëpunimit ushtarak dhe të ministrimeve të mbrojtjes, bashkëpunimi ka qenë tepër dinamik, është i përditshëm, ne konsultohemi shpesh në mënyrë të përjafshme, do thoja, me ministrin maqedonci, dhe tashmë ky bashkëpunim ka ardhur në rritje edhe nga pikpamja e forcave të armatosura, të cilat jo vetëm bëjmë stërvitje të përbashkëta, por
kanë dhe ambicien që të ngrejnë kapacitetet të përbashkëta, qoftë përmes prokurimit përbashkët të mjeteve dhe pajisjeve luftarake, qoftë edhe për organizimin e njësive të përbashkëta, fillimisht për nevojat e emergjencave civile, po pse jo edhe për nevojat të tjera në të ardhmen. Është një bashkëpunim shumë dinamik, i natyrshëm dhe jo thjesht deklarativ. Kjo është e vërtetuar sidomos në muajt e fundit në mënyrë javore me ndërveprime qoftë përmes forcave të armatosura, emergjencave tona civile, po edhe në nivel politik. Faleminderit shumë. Faleminderit juve.